Kemi parasysh Tiranën që është vjen shumë e organizuar, pra kemi që nga janari, merkatën e janarit, skuadra ka bërë rinovime të jashtëzakonshme. Ka hequr apo ka afruar 10 apo 12 lojtarë. 18, më falë, okej. 18 futbollistë, së shpak. Kjo do të thotë që ata, klubi po pretendon që këtë skuadrë ta ngrejnë në nivelin e dur. Normalisht, në këtë situatë, në 5 javët e para, u pa që kishte një progres. Pavarësisht se mund t'japi shenja, skuadra që organizohet në momentet e një gjysmës së kampionatit, do ketë dificite, do ketë probleme, nuk mund të shkoj vaj çdo gjë. Dhe 5 ndeshjet e para shkuan shumë, apo 6 ndeshjet e para. Unë e kam thënë diku tjetër që do ta shoh Tiranën në momentin që do të psoj gol. Jo kur, sepse 6 ndeshjet që ka bërë, ka shënuar. Ka shënuar e para. Dhe ka psuar. Ka fituar dhe ka barazuar, nuk ka humbur asnjë ndeshje. Po. Me këtë kontingjent lojtarësh. Dhe u krijuar një atmosferë që Tirana është skuadër që do të heci, sepse edhe rezultatet pa diskutim janë çështje kohe që do të vinë edhe më të mira. Në momentin që erdhi, domethënë pësoi gol, atë kisha qejf të shifsha Tiranën në momentin që pëson gol. Dhe ja si ndodhi. Nga 0-1 shkoi 0-2. U mundua ta barazonte, ndeshja filloi për mua e motivuar nga dy krahët, më tepër iniciativë kishte Tirana 20 minutat e para, më pas kaloi te Partizani, por duhet të theksojmë këtu sepse Partizani ka kualitet më të mirë në mesfush.